Të dashur jorë, mirë se erdhët në Letrat Rrethej, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Përpara kam 9 letra, rendi parë është punë, ekonomi, financa, rendi dytë është dashuri, që më do thot vetëm është ajo emocionale, dhe e treta është rezultati i gjithë këtyre e ardhmja. Të dashur ujorë. Në rendin e parë kemi 6 të shpatës, faqe të kupës dhe të dashuruarit, të përmbyshe the lovers. Kjo është një lëvizje largë, po lërgohesh nga diçka, një lëvizje largë një situate të vështirë. Unë e shikoj, do ta ngrej dhe shikoni, unë e shikoj këtë letër gjithmonë duke ecur apo duke larguar nga trazierët e mëdha drejt ujrave më të qeta, ashtu e quaj. Por kjo nuk do thotë që ka kaluar, keni ka përty të gjitha. Nuk është shpërthim, është largimi qetë nga ju. Largohesh nga një punë, situatë ose mënyrë që nuk të shërben më të dashur jorë. Kërkon qetësi dhe stabilitet, nuk fton më, por zgjedh të ecësh përpara. Faqe kupës, këtu hyn një ide re, por emocionale të thosha. Që ta shikoni më lartë këshuja, të shikoni gjitha letrat. Këtu hyn një ide re, emocionale, jo diçka shumë e strukturuar, më shumë diçka që të pëlqen. Tani, një ide kreative mund të jetë, një mundësi që të jep një gjendësi të mirë, por akoma në fazën fillestare ujor. Por, të dashuruarit këtu, kjo është një zgjidhje. Në financa, kjo të thot 2 rrugë. Një vendim që lidhet edhe me ndjenjat, jo vetëm me parat. Pra, po largohesh nga diçka, vjen një ide re, apo të një duke vluar tashmë në përkokë, dhe duhet të zgjedhësh, ta them, me sigurisë dhe asaj që të pëlqen. Mos zgjidh vetëm me zemër ujor, por as vetëm me frikë. Gjej balancën, sepse kjo zgjedhje do të përcaktoj drejtimin e më tutjeshëm. Në rendin e dytë kemi dashurinë, siç thash, që janë letrat kalorës i kupës, mbreti i monedhës dhe perëndori, të dashur jorë. Kjo është romantik, ndjenja, afrimitet, dikush vjen me emocion, ose mund të jesh ti vetë që je në këtë energji. Mund të jetë një person që po të afrohet me ndjenja, komunikim i bukur, ndjesi që po fillon diçka. Por mbreti i monedhës e bën këtë situatë serioze. Kjo nuk është lojë, është stabilitet, përgjegjësi, diçka që mund të ndërtohet, një lidhje që duhet investuar pra. Person serioz, dikush që kërkon diçka të qëndrueshme, ose ti që kërkon siguri, jo vetëm ndjenjë, të dashur jorë. Dhe këtu del perandori. Kjo është kontroll total dhe strukturë. Kjo lidhje nuk është e lirë. Paksa ka rregulla më shumë kufi dhe sikur me një drejtim tjetër. Pra, po fillon me ndjenjë, bëhet serioze dhe në fund vendosen rregullat të forta dhe kontroll. Që nuk do të thotë patjetër janë të këqija, kompromis me njëri tjetrin, i vendosni rregullat që duani ta luani lojën, ta them, ta quaj ashtu atë lidhje lojën, pra të forta dhe kontroll. Dashuria është e bukur gjithmonë në fillim, por kërkon dhe përgjegjësi. Mos u futu jorë në diçka që nuk je gati ta mbash. Pra, kërkon përgjegjësi. Dhe rendi tretë kam 2 të kupës, perandoreshën, më falni se mendova perandori, perandoreshën dhe 3 të monedhës. Kjo është lidhje e vërtetë të dashur jorë, për çfarë do që po bëhet. Jo vetëm tërheqje, por ndjenjë reciproke. Lidhje që ka potencial real, bashkim emocional, harmonim mes 2 personave. Dhe kur perandoresha del, kjo e rrit situatën. Dashuria bëhet me thellë, me plotë.
kujdes, ngrohtësi, rritje lidhjes, mundësi për diçka serioze, familje, stabilitet emocional. Dhe jo vetëm aq, kjo është një bashkëpunim. Lidhja nuk është vetëm ndjenjë, është ndërtim të dashurijor. Në praktik do punoni bashkë, do ndërtoni diçka reale, ka përpjekje nga të dy. Lidhje fort pra, rritje emocionale dhe në fund ndërtimi diçkaje reale bashkë. Zgjedhja që bën tani do të përcaktoj nëse kjo mbetet thjesht ndjenjë apo diçka reale. Ishin tek zgjedhja këtu filluam, që më thot patjetër vetëm në punë. Në çfarë lloj zgjedhje që të bësh? Ky lexim pra tregon që financat, largim nga e vjetra në idera në vende të reja. Zgjedhje e rëndësishme në dashuri. Ndjenjë, stabilitet, kontroll dhe përgjegjësi. Në fund, lidhje reale që mund të ndërtohet dhe që ja vlen të investohet në to.